Në një ceremoni të veçantë, Rotary Club festoi 10 vjetorin e themelimit me një ceremoni të veçantë në sallën e konferencave tek Hotel Koloseu në Shkodër, duke përkujtuar një dekadë shërbimi dhe miqësie në komunitet. Kjo ceremoni u kushtua jo vetëm rrugëtimit 10 vjeçar të klubit, por edhe themeluesit të tij Fatmir Lishi, i cili u përkujtua me respekt për vizionin dhe përkushtimin në shërbim të tjerëve, ndërsa u mbajt edhe një minutë heshtje në nderim të tij. 10 vjet më parë, një grup individësh të përkushtuar me në krye presidentin e parë të klubit ton, mikun ton të shtrenjtë, të ndjerin e të paharruarin Fatmir Lishi, u bashkuan me një vizion të përbashkët. Ti shërbenim komunitetit ton me integritet, dashuri, dhëmshuri dhe përkushtim. Sot ky vizion qëndron më i fortë se kurrë, fal pasionit dhe këmbguljes së çdo rotariani që ka qenë pjesë e këtij udhëtimi. Ndonë se shumë nga ne themeluesit vijojmë rrugtimin ton të përbashkët në këtë shërbim, pra për te vetës, ndaj komunitetit, njeriu që ja themeloi Rotary në Shkodër i ndjeri Fatmir Lishi na muan shumë të gjithëve ne sot. Ndaj juftoj të ngrihemi në këmbë dhe të ndërrojmë kujtimin e tij me një minutë heshtje. Sot ne lidhemi jo vetëm për të festuar vitet që kemi lënë pas, por edhe vlerat për të cilat janë shërbimi vërtyti i vetvetes. Shoqëria dhe angazhimi i qëndrueshmërisë dhe i bërë komunitetet tona vetvoten një vend më të mirë. Ky moment i saj është një dëshmi e përkushtimit, dhëmshërisë dhe përkthjeve të palodra të çdo anëtari që ka ecur në këtë rrugë. Me ne parë që se ka qenë në fillimin e tij ose jemi bashkuar për të punë. Është me të vërtet një nder i madh dhe i veçantë për mua si guvernator në këtë vit të parë të distriktit mbar shqiptar, distrikti 2485, t'ju adresohen dhe në një moment që nuk është aq hiç më pak se një dekadë e një aktiviteti të një klubi në një qytet shumë fisnik, në qytetin e Shkodrës. Në fakt, shpeshherë mendojmë që përvjetoret janë një datë shënuar e rëndësishme, një ditëlindje e radhës, por në fakt, këtë përvjetor, këtë 10 vjetor, nuk do ta konsiderojmë si të tillë. Kjo nuk është një ditëlindje. Kjo thjesht tregon një gjë shumë kuptiplote. Tregon përkushtimin e madh gjatë një dekade të gjithë rotarianëve shkodran në shërbim të komunitetit. Të pranishëm në ceremoni ishin antar të klubit, përfaqësues të Rotary nga qytetet e tjera të vendit dhe Kosova, si dhe personalitetet të cilat vlerësuan kontributin e Rotary Club. Një nga biznesmenet më të suksesshëm në Shkodër, Niko Fusha, pjesë e Rotary Club, është nderuar me mirënjohje të veçantë për kontributin e tij në këtë klub. Që i jep këtë titull kaq të nderuar për shokun tonë, një ndër më aktivistat e klubit tonë Rotarian, zoti Niko, i cili tash 10 vjet vetëm jep për klubin. Dhe nëpërmjet kësaj dekorate, i uroj Nikos që të jetë gjithmonë përshtatshëm dhe gjithë. Me moton miqësia është zemra e Rotary, Rotary Club Shkodër vazhdon misionin në ndihmë të komunitetit. Pas sesionit përkujtimor, mbrëmja vijoi me një darkë gala dhe muzikë live në një atmosferë festive që solli bashk miq dhe partner të Rotary për të festuar 10 vjetorin e themelimit të Rotary Club.